Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zgjodhi komunikimin me qytetarët në rrjetet sociale për të lajmëruar se opozita nuk do të heqë dorë nga protestat. Një ditë pas tubimit të 7 opozitës, Berisha deklaroi se çdo skenar për betejën politike është i hapur, përfshi edhe vendosjen e çadrave në bulevard para godinës së kryeministrisë. Çdo variant do studiohet, por një gjë i dashur muarrem. Ne nga protesta s'heqim dorë kurrë dhe nuk ndalohemi. Ne do bëjmë gjithçka për të bashkuar me forcat tjera politike opozitare. Dhe unë prapë sot u bëj thirrje atyre. Është koha të veprojmë së bashku kundër një armiku të egër të qenjes shqiptare. Berisha komentoi edhe arrestimin e 11 protestuesve nga forcat e policisë mbrëmjen e së premtes, duke i cilësuar të palishme. Ne ndjekim të gjithë guximtarët tanë të arrestuar nga policia pa asnjë fakt dhe krejtësisht për qëllime politike. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike akuzoi policinë për përdorimin e dhunës ndaj protestuesve. Kjo është policia e parë në botë që përdor sprajin e ariut kundër qytetarëve dhe protestuesve. Në mënyrë selektive janë goditur dhe janë shenuar me spraj drejtuesit kryesor të Partisë Demokratike dhe deputet të saj, Flamur Noka, Luciano Borçi, Kleviz Balliu, Ivi Kaso, Bledi Himçi, Aulon Kalaja dhe shumë të tjerë. Kryetari PD Sali Berisha deklaroi se së shpejti opozita do të dalë sërish në protestë kundër kryeministrit Edi Rama, por pa caktuar një datë për tubimin.